fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips, Lesna ndërtimi dhe Medika. Shikues të nderuar, mirë se ardhët në emisionin e Radhës Fakte. Javën e kaluar kemi ndjekur pjesën e parë të bashkëbisedimit dhe rrëfimit të patriotit e Temajeti nga Sfesla apo Dievës. Sot do ta transmetojmë pjesën e dytë, të cilën pa e humbur asnjë moment do ta ndjekim në vazhdim. Po ca e tem, tregom tash për çetën e llafit, organizimin kur i ka zanapillat, a është kjo koha kur është formue dhe cila kohë veprimtaria? Çeta e llafit, na kena biseduar rreth kësaj pune, kur në verë të nëntën për shembull, ju hoqën tjetër atributet për zot, në lashëriqi për shembull, na qitë në orë, me ta krejt, edhe atëherë, për shembull, na kena biseduar me Alin, me Ismail Ajetin, kemi biseduar me Shaban Mullolin, edhe me këta tjerë. Po jo, kështu bashkarisht një grup, po na me Ismail Ajetin edhe Adia edhe unë, kemi edhe Shabanit, kemi folë për mendojt bashkë. Tamaj me këta kemi folë damën, imi takuar me grupin tjetër, edhe është marrë vendim që me i filluar demonstratat në 89 me 25 mars, ditë e shtunë. Arsyeja ka qenë se i kemi bërë shtunë. Arsyeja ka qenë kjo, se shtunën nuk kishën zonë. Shkollat shpënajshin, edhe i na kanë pregadit. E pëllate, i më kanë njërës pregaditën. 2-3 jenë kënë që kanë pas me marrë pjesë, 3 të ndekta. 2 janë ra, 1 ndek, i sufi, ndek, këta 2 o vranë. Kemi lidhë me ata, edhe e kemi biseduar që pjenisëm shtunën, edhe i na kanë pregaditën me arme. Dikush mi e filluar demonstratën në gjendër, po tamaj tërheqja duhet më bo ka fabrika armaturës. Atje ishëm na në pritje disa njerëz, që ishëm pritje me pushk, më na i pru policin atje. Dhe kur na i bjerë policin atje, atëherë na në vepruhe edhe me i vra. Shkurt e shqip, me i vra shkjet. Qa ka ndërët? Atë shtunë, na kemi darë krejt trupi, kësën, jem kontaktuar njerë, kush ka vek më atje, edhe në ora 12 u konë me fillu, unë e më konë ullën një kafiteri me Ismail Ajetin, me Rahim Gashin, edhe me Osman Logalihun, që prit kohën. Ismail Ajeti e ka ditë krejt për shemë, rrujeva që shko me shkuë. Po këta 2 nashta nuk e kam ditë krejt. Rrugën që ka me pas demonstrata, po. Rrjevat e armatimit e këtu ta si kam ditë, edhe tash, nga frugove në 12, edhe na umurën vesh që edhe na që kemi me shku në pozicion atje, mos me shku si grup, që më na po policia, më shku të kete, kamion. Që mos më diktu që na përshkojmë që drejtim si grup, e kam ujtë me dyshu të qka kë grup. Edhe kur i mdojnë në pe aty, i lasha ata 3 aty, edhe dojna me shku. Kur datë, është bloku qyteti, cep më cep, pe policie. Shka drejqë, në më për kohën. Ata të nej nuk i desha ku janë, asë Muratin, asë Alin, asë këta tjetë, se desha ku janë. Edhe, tash për tu më kry me shku në kafe të ku ishë Balibush edhe aty ku kesh. Më lënë. Kur dojnë Balibush për i kafe në atë edhe ku ta ku më në rukë. Ku është Alia me Meti edhe Murati, ku janë? Ashtë nuk di. Ashtë në ata si këm po heqë. Di ku janë, thamë po, shtë ka shkria që unë me pëtë që ka dhe zërë e ku marrë vesh dika. Ashtë pas kanë të bëku policia, shumë nuk ke me fillu e dishka. Aja, tha, erdë Bajram Ajeti, asi e dalë fati, erdë Bajram Ajeti, që gjithë herë më ka thonë, o, Balibush. Erdë, tha, zëllë veç i qiti duhet, ta më timë, tha, o, bush feqla,
çdo gjë që ndodh sot është në përgjegjësinë tonë. Tash pa ballak rrahim ta këtë rrahimin e ka ballak. Me banë vëshugjë. Osman Lugariu nëse ne ke joni. Që është të thamë ta Bajrami dhe këtë punë ta është marrë vesh për Bajrami që jetë nga kam blëkuar. Pa thamë tha se s'ke di, Allah i thash, shmë erdhe të tha, ka e murë vesh aja. Edhe në të mëjtë me bukën gjoj. Murë thonë aja punë, erdhe më në shvetë, e dhja dhoja ta nëjë 26, mos kesh thamën me 27, mirë po, ta nëjë nga më me arme me këtë se në mujtë me vepruhe, se 27 ishin në zonësat në shkollë, me shumë e vepruhe që i nesëm demonstratat, edhe është ra komandant i policisë, edhe është plagos në vendin tina në të rrije në 27 mars. 1989. E tash, peja të vit, ta kënë dojnë një legalitet. Kush ka dalë? Alia Ajeti. ka dalë Ismet Abdullari, ka dalë Shaban Mulolli. Shaban Mulolli, edhe Kiçmari, Sabri Kiçmari, po. Kanë dalë, ta tre kanë dalë, ndash me shku edhe one. Po. Alia nga hon tia. Ta edhe në demonstratës më nga me hi. Kur jem hi e këmë gjithë, Alin edhe Shabanin para poste. Edhe Ali më thëtë mua. Aliu një pyet, djali vllautën. Djali vllautën, më thëtë mua, thëtë, te thëtë me shku e thëtë, më hi e ke krujtë se s'na duhe shku gjo. Shkej nuk e marrë me shku e. Pa më shkash ti për shkojune. Pa po për tëmë shkash ti, e po me prajune. Pa të dytë zbanë, ti e fa zbanë me tëmë. Edhe Shabanin, e shkje. Alia ta i më thëtë mua, thëtë shkën shpe, a shpinë për dhije, thëtë pushka është në filen me. Thëtë në kohë që nga duhëm armet, thëtë qëj fjallë edhe ma bjen pushka. Hajde. Unë tani nuk jem shkuë në qatë drejtim, e jem tonë në qendër, ka spitali, edhe i këmë po kur kanë filluar demonstratat e, po kapë është, e jem konë malë, dhe që i këmë një armet që kanë kritë, po nuk e këmë ditë qka u vomë. Kapë është ku vra komandantit para posta aty. A dihet kush e ka vra? Nuk e di, nuk e di kush e ka vra. Qysh kanë rrjedh mandej ngjarjet e që të kanë marrë dhe ty në burge, të kanë provuar E tash për shembull, unë nash me 6 prill. Dhe unë me ata tamaj, hajtë, pa mundohëm me ju ndihmue. Edhe im takue doket me katër. Me Alin edhe me Hasanin në shtëpia tyne. Dy herë im takua aty. Njëherë jam kumëshua një 25 kg eksploziv. Ja u kumlon që aty im taku me Hasanin. Sa herë im takue me Alin, veç me Hasanin edhe Alini kum taku këtë atje tjo. Ku ke marrë ata eksploziv? Eksplozivin e ka pru vllavi Alis. Kadria. Kadria Jeti. Prej? Nuk e di, tash unë ai vllau ka punu e sen, ka pos lidhje tanaj Ademi, vllavi Alis, ka pos lidhje me këta minierave me këta. Po, okay. Edhe ati e ka marrë. Okay. Shpesher ka pru eksploziv. Edhe ja ke dërgu eksplozive. Edhe unë tanaj ka marrë, kur e marrë në shtëpi, te eksplozive, gruaja më thotë, Kadria thotë ka pru një çonë që të në diçka thotë të zdi që ka. Në të edhe Allah i dhe heqe për i shpije. Se aty diçka ka, tha që zduhet me ndonë. E hapi unë ato, këshyrit eksploziv. Tha dhe më tha, dhe t'ja u qenë Alisë. U bërë në racion, natën të me këtë që të ora dhe dole, e takova. Ja dhe ata eksplozive dhe qatë natën, më thamë, këshyrit më ishme me na hijek për këtu se i na rodhë ty shumë që përvim sede me me aboni vendi këtë tjetër. A me të najtë nesërët, në të nëmet, që më shkujnë në dëzë, natën. Televizjet, zakonisht i këmë volatën, nuk i këmë voditën, se mujtë një besues dhe dzetën për shemën. Jem shku ati, jem marrë vesh me ata, me të po. Një në zhjuma pasit, ata shë dhejtë, të zhjallë.
Thënë, ne thënë të ditë të shkolla e Batllog, ashtë ndej që aty të i bia une. Pe aty i tani i merë ti qanë, tash në shtë avë dhe une në të zheve shtit që aty me donë. Edhe ka donë të shajnë. Ashtë qatë note, që i këmë gjëmë me i qëma me e naj, unë të kur zonë të me i qëma me naj, unë më blokuan policia këto. Në shpe. Në shpe, e kur jem, për nga onë këmë e shumë, thasë, ku mu shabor dhe thasë, lëtë polit. Aj, pa, do e tim. Lëvë që ova, do e la. Ishim të kjo të motat në beja. Edhe i shqiptarë më thasë, këta, qau bo me mu. Në ktheve të erdhe. Jo, do la pe që ka pe gjumi. A, po. Qau bo me mu, qa keni? Ha, veshu edhe të qëve. Qa po bo, ti qa ke rrës këtë automat bre këtë? A ne që ka fmi këtë e koma. A shqeqë më të që të një Heqë më, nërë u nërguar, a shkaj. Po e sa më pa do e la. Shkolla në fëdhje, më qërë fëdhje, po pe fëdhje dhe me njerën, në Prishtinë. Fëdhje mu e së më kanë mojë. Direkt për Prishtinë më qeshin, regullë bështarë më kanë mojë. Edhe më ratë në vërë me 6 trellë, e më hinë, më kanë më shelë në Prishtinë, një zëllime, e një zëllime të nejnë punë edhe hake shëhur dhe ta për në vinë në Prishtinë. Më bëta e tem, a mundesh më në folë për rastin e vrasjes të Alis, qysh ka ndodhë vrasja e Alia i jetit, edhe mandej qysh i ke përjetu të krejt to që të kanë marrë pyetje, që të kanë ofrue situata për mi zbulu e krejt. Tashë, unë thash, me 6 prill, 89-ës, rashën vërë, më shelen. Dhe me thonë, me 30 maj, isha në qeli me Ade Limonin, në vërë Prishtinë. Erë dhe shtypi, e marrë për shtypi e kish paguar, të zdirë, edhe zakonisht e marrë shanë shtypin edhe e qelsha. Se më interesojke se disha që kam në përmoni. Edhe në 30 maj kërë hati, një kam, një ati shumë i vërë, ku ra Ardena jeti, në të dhe e. Edhe e mbylla unë, se e shumë të më në bukë, e mbylla, e lashë. Po, a e më diktoj pak të thënë, pa qapat. Shqe, pak të dhe, a më diqka pak. E la bukën edhe, e mori. A që e ki e këto Arbenin, Arde Limonin thash, kënë të është i vratë. Që kënjeri të është i vratë. është vllavi tina, është Ali Ajeti. E jo Arben Ajeti, po ky është përbyje me letë mjërtim vllajt, ajo është jashtë. Nëse o krye buka, edhe nga marrë byje mua. Avioni ka hanë që malë, e tem kje kujdes, ose që po fletë, ose krejtë kje sigurimit shtetënor të Jugosllavisë, i kje tjerë, i kje ata që të nërë. Shkojnë i dyre bagë, morë, ullën ata tonë, ullën ata tonë. E tem tha, që shije? Ta është që thërë, dhurë. Njërë të shë, a ke morë, thëtë, e në tonën të kema, e në tonën, ma thërë, a shpo konë lovë të kemë. Ne ke ishtë të një, edhe ishtë në tonë, shkashnjë edhe më si të vërë që është rani. Që më se ditë ata që është orë gazeta. A shpo i në tonë, edhe i këmë po, ashtë, që ata lovë, ashtë lovë kullu, e po shumë po, e vetë, ashtë, e kanë në adin, ashtë në ato, që ka që, këmë po, e din të kush e ka vra, ata shkjetë pësë në vërshë. E din të kush e ka vra, e din, ashtë, e di unë e kush e ka vra, e din të i burgu, muj me ditë unë e kush e ka vra, e din të unë në në bërë. E kanë vra shurët e vetë. A vejnë në shkate e aty. Që si shok, shkeni ku ja u vratin, i vratin shok e vetë. Shune, nuk e di kush e ka vra, më të thëmë që e kanë vra shok e vetë, di kush e ka vra, ashe dhe mu ma në fund punit, ashtë mu nuk më interesant, edhe shumë kush e ka vra, ashtë aj, dalën malë ka thonë, unë për zgjallin ma, më ndorë, mund të policisë nuk dhije. Shune që ta të ndi. Ashtë të këmë bra. Jo pe aty në shpijë dhe tha,
Qa po me nëndë? Në të gjojë, në dorë, ta shpërri në dorë. Ta që tu bëtë thamë, 10 vjetë burgi ki. 10 vjetë, edhe me dorë të s'kom qa bëjtë, ja 10 vjetë, 20 vjetë, dhejtë dhe se, pa dhe 10 vjetë burga i ki. Edhe e tërën atë gardionit, hajde mere, e alë gardionit, mua. Më dërë gjënë poshtë, mas 2-3 orë dhe, e alë gardionit qeli dherën, e bile e sa kesh atje të harova, sa kesh atje në pyetje, se ani kam dhova, ashtë mu isha me dojnë për që ti biru, ku i jemë unë edhe ti, fjallën për ta jetë, pa ju hakë morë, një veç alistë dhe shumë tjene, që mu i me dojnë për ti. Pasha, tyte bodhës, pa ju hakë morë. Kun jam ju hakë morë? Policisë shkire, edhe, mas një 2 orë, pa thamë. Kështarë ka gjone ka hapë dhe, se të ma jetë e meri se anët tua dhe. Edhe e dita se të ke meri se anët tua, dhe kur kishin me të qitë një tjetër rënd, se ke meri edhe anët tua që i kje, të nëjë. Po në havesh meri, tash, edhe që aty të nëjë thash, ardi, thash që shova dhe një dilni ma shpejt, thash, une përdalë, hajtë gjone dhe kupjetit i që përdalë. Tash e di, thash, të me vekam sejtë të sëtë të s'kitë bërë. Tash jam shumë herë jemi, një të e ndonë. E nej, se dojnë, e marrë për i Prishtine, se marrë shpesh. Më të rrimë në glandik, e drejtë të vërë. E veta në një gardiani kërës e stupon, është kush vërës Alia, ta vëlla e ta, Alia në rajka vërës në rezat katunit të të. Ta unë e ta në fimë thonë, ta boba, thonë, kalamlaka, po. E nej, se marrë. O përja e pana e janë. Kur të kanë ofru ty situata për me izbulu e të njerët? Që të kanë ofru pare në qante? Tash për shamën, këtu, ata, mua më kanë përpje në rëmënesh. Edhe nga të në rëmënesh. Unë e morë, dite ajtë e u komë. A shjavi në u komë, që u të shuva, edhe e morë, në shvetë. Të nëjë ndojë da u konë ma që atje. Aty ishin konë të nëjë me që të anë të baba së gjallë të të. Edhe i më shkullon atë, ashtë ndërku që atë natë. Ashtë orë Shabani dhe Hathani të shpijat. Kush jënë Shabani? Shaban Muloli dhe Hasan Ramadani. Janë orë, unë mrema nërdë. U dojë gruja. Edhe i sa një, i ka shti mrema. Në lomë të flejo në vëllë, kër dalë me një përqirë dhe këshëve, i që në shkujnë drita. Në të i ka shkujnë drita, të poshtë në bëndë, po shkoj të i dhezi se shti, po shkoj gruja të që prita të dhëmë. Eshtë në një drita, po të të në. Dhe të Shabonin e Hathanin i tjen në lomë të flejë. Hajtë të veç po shkoj, të i thëmë natën e mirë, dhe ishë ke orat dhe mëjë. Ero, kërë të Qëllë, banë, hërin e ta, është dhe qëre bukla mësh, me kënë tonë hënë, po ka shki gruja më rama, edhe me kënë tonë hënë, ka shki gruja më rama, po këshalon me një. Po pas me juve, kësha gjithë një vend, ku me nej. Ashtë në sot jam në shupi ati, pasha zotën, jam i për të jelën, ku ma tonë. E se hanë, ashtë për te keni hi, unë e kërtaj dishka pe i teje Shaban, edhe pe i teje Hasan, ajo tonë i vranë, Shaban i gjallë. Tash, nëse pranoni ju, që nëse qitet rreti, nuk gjuonin polici, tash ju, nuk i ishni të roba, po bashkë me mu për dalë më jashtë. Se unë të dyshej që mu në më qitë rreti të onë. Shaboni ka nësa, ja na, në familje nuk qetë. Në vëlloj, edhe në familje më të helë. Qysh mund është ti, qysh mund e mund arstitua, unë për shamën rinë, ose u vrasin, ose u kapin gjatë. Unë sot jem shkupe i burgu. Nëse nuk qitë një burrat që se për donë. Hajshin të dhe, hajnë Shabonit, hajta. Tash hajtë tja, tash nuk qetë. Më thu hajtë, rëthuhëm, nuk qetë, pasha dhuhet në patë vrasën që. Unë e ku me qitë e ta dhe të jo. Që në një qysh mund e mund arstitua para opinionit që ata me qëllim bënë vaki, dyve ju vrasin mu më ljonë. Ja, hajte, hajte.
Po s'kam dume dhe të kur dhe nete të nej jam shku dhe me po të ajnë lohat, e gjeta një bërgjanak aty po dekeve. Dhe dhe pojt e thamë që është që të diri të hone, e mora i aqova atina, atje i hoqa për i këtuhe. Ata të nej t'jem bërcilë. Dhe kjo është viti 1989. Qka ka ndodhë mas andej me ty me përgjësi? Me grupin e lapit, me qetën e lapit, qka ka ndodhë? Me qetën e lapit, unë të nej nuk o mujtë më taku, Ju ndalë edhe jashtë, Shabani ka dalë në Zvicër, duhet në tonë ka jashtë. ndalë në Shqipnije. Ta duhet në tonë jashtë, me dveç Hasani. Me Hasani një më taku, edhe kemi bisedua, edhe i kumë dhja. Te Hasani, se nuk duhet në. Duhet në, a e tem, nuk jam dalë, mujtë me dalë, a dhe një valë, no, hitë të lëshej Kosovën, për të shatë. Hasan Ramadani ka qenë për Shajkocit, apo? Po, Shajkocit. Zdalë, është gjohën zdalë për. Qa me lypë me dalë për në zitër e këtë, jam shamë në shonjet e atje. Mas 3 vjetë, Hasani, vone dhe zështetë në shqedet, halaliko, edhe vratë e burra. Në vitin 1992-3. Nesë, e kam në libër që prume po të të edhe halaliko, për shamun e mojtë e fjallën, a lisa e këmonë fjallën që për zgjallë zdalë për i Kosovë. Kome dere në deke, kome luftuve. E thamë, e tash, që ta 2 njerës për shamun, bonë rezistent, edhe se deshtën më largue për i Kosovë, po e kërkun deken në tokën e Kosovë. Edhe, halalu, ti ati edhe gjdo njëmët që ka rezistu më mrena në shtetë. E ka lëshmut Kosovën, halalu ku. Resh mje këmë në ndumë në njërë për shamë në vdekje e kemi. Birit, që fryhna. E këta 2 për shamë të kanë shuhe. Baca e tem, qka mund është më në thonë për një farë beteje pak është folë, do me thonë në Tërnavë edhe në Polak, vitin 1990, do me thonë që ka ndodhë një farë luftimi në Tërnavë edhe mandej lufta që është zhvillu në Polak, ku janë vra Besim Latifi edhe Skender Munolli në përgjësi. Ti ata i ki daj, qka mund është më në thonë rrët kyne 2 ngjarjeve në pikat shkurta? Po, këtu tash këto, theme për shamë në atë kohë, i kemi pa organizue disa roje nate, po me ndërje theme. Me për cilë, kush për henë, kush për den, kush për dan, edhe ardhja në Tërnavë e politisë. Edhe theme, u përhatë, që i mundin të në Tërnavë e një, najna shku me duar fate me kur gjaheqe që ato, veç mu po. Me theme, kemi shkupej që të kujtë disa vetë, një malë, kemi për tjilë, kemi këtyrë, për shamun, qa për shuhëm, qa për buhen, mështë në gjëvet naj krizën, naj dritë, naj një qka. Mirë po, qatë kurë, pa najna, konë aty dhe ma heret, nuk është ndëgjuhe një diçka e tilë, naj krizë, ma naj dritë, ma naj diçka, nuk është ndëgjuhe, edhe ta e na, një mikon veç një pjetë ka posë edhe orë me ka pak, edhe ta që s'kanë posë, një mikon veç me posë. Vëzhgim. Veç vëzhgim. Qka po mundet me ndodhë. Mirë për mas pa kohë, pa në tërhaqen. Kush që ka posë aty? A ka qenë emën që ka rezistu aty, a o zhvillu diska? Nuk e di. Veç i krizma, diçka ka posë. Tash, ata kanë mujtë ata me hi mrena, dikujna, sigurisht, e sen, po nuk më të gjuhë që kanë hi mrena edhe i kanë maltretu familjen edhe, nuk e këtë të gjuhë, ashtë që ora në Tërnavë. Shkuar këta, ure të nej me shënkim në nëllën, me shënkim Latifin, edhe Jum Latifin, ata 2 daj ka, për shamën në kafe në përvijë, netet apo, mas netet jem takue, mas kësajna në gjorjes në Tërnavë, edhe imi ullë pëtin qaj dhe i këmë thonë 2. A që dojë?
Thash, kohin, kesh, unë e dej që aty, po veç kesh, kujgjoj. Thash, keni kujdes dhe pasha zëvë të nuk besej, i ka me ju shku lartë, kam ju hinë pëllat. Edhe në pëllat kam me hinë ryshe, jesin si kam. Dhe jeni në sy, a vëdan, jo tash po, pej ljusave të pare, dytet rem, tash e më slemi. Vrini pak më. Edhe tash për shamu, thojnë ata, qatë late, më konë shiovinë, stafë pak, ka me dhejti, ka këshim pa me dhejti ku ma, edhe dhejtimi edhe dhe tje, po kanë thonë, hajtë se shumë të shiovinë e zëjtë. Ta kanë shku, kanë hinë rama, dhe kanë qinë dhe. Edhe kanë dojë, kanë dojë, kanë në pëllatë, kanë po. Baca e tem, që periud, kur është vra dhe Hasan Ramadani, ka qenë periuda kur populli shqiptarë koni organizum një par organizimi që i kanë thonë Lidhja Demokratike e Kosovës edhe ka qenë Ibrahim Rugova në krye saj. Qysh e vlerëson në përgjithësi qëtë unitet popullatës dhe qysh arriti ky njeri me majtë për 10 vjetë popullin qetë, popullin në optimizëm edhe një par besimi që rruga ati të ndërkombëtarizu çështjen e Kosovës, të luftue në botë rreth të drejtave tona. Qysh e shpjegon ti, sepse ke përjetu shumë situata, qysh e vlerëson në përgjithësi që të farë lëvizje që është quajtur Lidhja Demokratike në krye me Ibrahim Rugovën? Kjo, për shembull, ka qenë shpresa e popullit, edhe ka qenë lideri më i fortë për shqiptarëve deri tash. Ibrahim Rugova, për shembull, e ka bërë tracimin e shtetit. E ka bërë tracimin komplet shtetit. Edhe e ka marrë popullin, për shembull, ma mirë se çdo lider tjetër. Unë kom një fjalë, për shembull, që i ka thonë dikujt në një. Thotë, mua Kosova më duhet me njerëz, dhe jo pa njerëz. Edhe si kam kushtet unë tash për tash me hinë fronte me sa një. Familjen tonë, për shembull, familjen e ai, lideri i parë që ka vizitue familjen e Alia Jetit dhe familjen e Jetajve është presidenti Rugova. Edhe i përkullëm, asë një tjetër ata është në orë. Baca e tem, e përmende çështjen e organizimit edhe të Lidhjes Demokratike dhe Ibrahim Rugova. Megjithatë, politika e tij çoi deri në nivelet në alta, si Këshill Sigurimit, Shtëpinë e Barë, Parlament Evropian. Megjithatë, një farmit i plumit u duhet një luftë e vogël me tonë edhe e kontrollume me u zhvillu këtu dhe ndodhen, domethënë, fillimisht njësi guerile do akcione andej e këndej dhe në fund lëvizja e popullatës dhe një luftë armatosë sër e ushtrisë qeveritare të Kosovës, kryesisht motivohet prej epopes të Prekazit, ku përpara ka ndodhur edhe luftime edhe vrasje edhe në Likoshan e Qirez, mas disa ditëve edhe në Prekaz në krye me komandantin Adem Jashari. Qysh e vlerëson këtë luftë edhe qysh e vlerëson kontributin e veprimtarëve, se tash edhe të njerëz të Lidhjes Demokratike të Kosovës në një parforme kanë ndihmue në këtë luftë me logjistike, me ndihma të ndryshme. Ty marr parasysh që edhe një platformë Ibrahim Rugovës o konë të mbrohet pragu i shtëpisë. Dhe nëse betejë dhe epopeja më e madhe në histori fundit numërohet e Prekazit, 20 metra për shtëpias një plom nuk o qkrep. Krejtën qkrep në shtëpit tyne. Që i bjen që doktrina Rugovës me mbrojt pragun i shtëpisë, mas shumë të është demonstrue në qëtë luftën e fundit në për beteja dhe në luftë ty fillu edhe përfundu në Prekaz. Qysh e vlerëson këtë luftë edhe në përgjithësi, po edhe pak dhe në zonën e Llapit. Po tash, shite, këtu qajtëve janë që gjitha për shembull që Rugova i ka punë këtu zeme, se s'ka pas i derë tjetër përveç Rugovës për me rregullu zemet e shtetit, këna i ka rregullu, këna i ka transfue, këna i ka bërë gjitha ato, diplomacia e ka njohur këto, e sen, e tash, për shembull, se për dalë tash të kanë ma vonë edhe atje ku më në pyetje te. Mas daljes nga izolimet, vrasja e
aleja jetit, edhe dhe në shtëpi, do më thonë, jem krye do sene këtu, po me do sene. Unë personalisht, jem thonë i lidhën qaq në gusht me Ismail Ajetin që ka pos familjar tjetër ma në gusht lidhën se une. Tanaj me mua kanë qenë edhe tjerë. Une tanaj, edhe në bisede si për thash se Balek i thashë. Balek thash, po më duket që ka orë koha për diçka tjetër, këtu në Kosovë, jo më me parulla, jo më me shkrime, jo më me këto, se Serbia na i mund gjitha atributet ma qiti ma hot, edhe më këtu s'kanë lerë. S'kanë lerë më. E kanë bot vetëm sa kanë bot 81 që të remë dhe të tash për më ndaj. Ashtë edhe këto më bjen. Pa e tani, tash unë me ndaj. Tash po, me ndaj edhe du me marrë edhe mendimin tëmë. Se bashkë me ti, për shamë dhe e di kur që ta mjetër i e konë në gjarje. Tash, unë tash për me ndaj, tash, na me bo një grupë njerëzish edhe me i sulmuar me arme, policinë edhe ushtrin e shkollë. Unë e këmë dash një thonë këto po ma pritet atë për para. Dhe këmë dash me bisedu me juve dhe të punë. Apo nuk e di, tha tash për shemë, tha, ti me ko. Tash duhet një gjetë edhe 2 veta, 3 veta. Në një gjetë, me bisedu me njerëzë. Kush e kanë qefë këtë punë, me po pushën me dollë, një në zonë rrugën. Tha, qatë në që u vra Alija. Mehmet Visoka, tha, është arë me pushkën dorë, tha më hina bërë. Edhe më tha, bësh, gjoma veç edhe një njëri. Se sonë të paja monë hafë, në disë nuk e një. Ajë, i thash, Mehmet Visoka, nuk ka njëri. E temi është të në bërë, kale. Ose ajë shuhet, unë e me i bëjnë ma. Na kena biseduhe. I na gjithë 3 vetë. Fillim. Unë me me Visoka, më nata jetë. I kena më 2 akcione. Aeroportin e Dëmushit i kena sënuar, ka pas rezervista, po më ndaj, edhe në netër që në qua ju ka një, e them, edhe të punktin për tjë, për shemull, i keni sulmuhe. Që u kanë fejtë Dëmushit të punktin. Që të 2 sulme i kena bo, veç na 3. Edhe tash, një ditë, vëllë i bësh. Ata, diçka, më me bisedu, diçka me t'i rrasi saj. Që dini si të guerit që e keni si ndume, jo. Që kemi të pasha zote, ma gjithë ma për nga shku të lejtë. Pse? Ku me nduhe, tash për shemull, me bo Allah me juve, se duhet me biseduhe me presidentin Rugova. Atë edhe tash qata me ju. E thashë me tishme, me të nësë biseda, ti ato shmojnë të thonë ti jo e temë, përveç tash në me vetë vazhë që ka parate me thonë shkohet biseda e qatë të të. Tash nëse Rugova, thonë, dërprene, dhe jeni të jona po datë. Që ka dhe bon, ha? Që dhe bon? Kini mi e ndërprene. Jo, më dhe po. Pasha zote, në shbënja që në duhet. Tash po, në me zahmet, harë tash shko fëllë. Shko fëllë marë për në qyshë për një jo. Edhe u shkuve. Në esër më ndaj ka që qikën ka unë shka që në aja tjene. Por jem shkuve të shkija tina, tash që kishë bisedu me një atë. Pse aj, ka mujtë me hi të Rugova me full, kur të ka dosh për të shkull, veç kur e ka pos diçka kështu. Edhe, kur e
kur njëna vërët në po pak me një qehere kështu. Kam kupton, jo, ma burë mene që pas ka biseduar dhe që pas ka prish. Aha, kesta, pjeta, go, qa vë ta merë mene? Ku jo është, ku gjo, qa vë di unë? Ja, qa vë ta merë mene? Valë, vaj, thash, inshallah ku ma merë mene, që ashtu që ma merë mene, inshallah është që ashtu, që ka thonë, mos dhe t'i vrasin. Ajo, ka thonë, a veqe ma ka thonë. E di, ku nije, që dikush në lapë është të vepruhe, mirë guerin, është në sitë guerin në lapë. A e thash po, la, të dhe, dhe janë një është për shi, edhe e këndendosë ma dy aksioneve që i kanë vëtë në dorë, në ovë nëse dhe dhe ti, dili, e të jemi kusheri, të të kapitru me në tonë, në ovë nëse dhe dhe ti, e të dhe janë familje të në e të jemi edhe më lotë, aja është kështë. Vëshën e këmë nije, ose këmë ditë kusha. I këmë ditë njërë. Dhe hajtë bësh i kam. Bësh, ma si po gudzë i kam, ku ushka në shkallë në sjanare. E one në vetën e një, për shemë në si jam, ju vëndon pej Ibrahim Rëgove, në vëtërë, për shemë në si për guerit i joni, është i emnun pej Rëgove, për shemë në vëtërë, derin s'kaj. Unë e di kështu. Ato njësit e tjera nuk e di që a kanë bon, a kanë biseduar, pikrish, njësit i jonë është me urën të go. Baca e tem, po të lusë që ta shti, 2-3 fjallë më thonë rreth komunikimit dhe bashkanxhitjes edhe bashkëveprimit me Zahir Pajazitin. 2 herë jem taku me Zahir Pajazitin në Kosovë. 2 herë. 2 herë në që jem taku, për shembull, jem taku shumë shkurt me to. Jemi, ajo koni interesu me u bo 2 grupet bashkë. Unë jem koni interesu me u bo bashkë, po me i koordinu e samet bashkë. Pa dit grupi me grup, kush janë atje, kush janë ka. Herën e pori këmë thonë që ta. Herën e dytë, hajtë se takohën herën tjetër, pa nëse dojë pak ma gjatë, jo shë kam vërë. Në taku herën e dytë, jo shumë kohë. Vënet, e tem, va kështu. Unë me grupin tem, po shkoj në Prishtinë, po shkoj atje po dhe prej. Ju, grupi ju, rrini këtu se jeni të moshë me sanë dhe s'keni vend ku me najtë, a kemë vend ku me najtë. Era e dytë o konë që kjo. Edhe i kemi përfundu e sanet, më me ta, unë nuk jem pa në Kosovë. Shkunë për Prishtinë, jem taku herën e tretë, po i bjen tash, 2 herë për bjen. Në Shqipni, në Qerqor, apo të në Korrikut që e di, puni që shojë cilimi i Korrikut, jem taku e... Vitet? Vitet? Viti 96, 96. 1996. Po. Këtu konë viti 95, atë 96, në vit ma vërë. Jem taku edhe atë një herë, ka nejtë pak dit, kanë njësë në arë të menaj, kë umet a hakifi të nejtë. Zenullohu, po. Po, të jenë arë dytë bashkë, për këmjene të nejtë, kë umet që di, për momentin a hakifi është arë konë. Kur e këmë gjithë, se u përshëndetën më në gjithë, kur e këmë gjithë, ullën në tavërin, para kafës në tavërin, ashtë dhe arë pas ka ndorë, diçka këtu në Shqipëri, në u përshëndetën, në ora 3 dhe vëllone, edhe e po në që humur, ato është azur, në këtë që në ka ndorë në Shqipë. Humur e vesh, anë një motër, dhe e këmë në Gjermani, më atu këme, dhe atyra në telefonë me një thash që unë përshkoj për Kosovë, hamë dhe aty ku jese në Kosovë, vëllë t'i kanë bërë me familje, me krejtër, edhe jenë të t'lypë. Edhe kryunarë të mëjtë, hakifi u shku kryunarë. Tash, au konë në javë, ma pak nuk e di, është orë më ka thonë prapë. Sot, po e të për këtu. Tash, da herë. Osh, nëse nuk i ka thonë një kujna. Jam i pari, mësi thuj kujke, për shkaj për Kosovë. O, unë se ti për deli legalisht kopës,
a i kje drejt me ndyshuan mua në tjetër, në tjetër. Edhe u him rema. Edhe ma ka thonë një fjallë dhe e Bajaziti, ka unë sa unë të Majuti, pas më smujsha një taku të Cipiritin. Të fundi më arë sredoja, zi, kërë ka pozanën, e se që në Cipiritin. Pashka zëvët e të më blërë. Edhe është orë, halali kod, edhe e ka ndonë, e ka kryok. Era e 4. A kemi, e edhe 4 u konë vaj gjatë. Kemi nejnja 2 orë bashkë, edhe ma ka thonë, pa e të marije të dejmë, për në verë, mo që të jam. Se vizi për këtë. Në herë, në pranë verë, kësmet, që jemi shme rahat, nuk shanë vetëm se kemi në orë, dhe kemi edhe ma dëshokë dhe sanë, kemi në shku bashkë. Për terin pranë verë, dhe të interesohëm, nëse mundëm me bon armatim pak ma pranë se automatin. Automati, po, me bon në i mërtoj krahoja diska, që një jam shkatërru dhe të ingat, edhe të nëj tim bashkarisht. Edhe, për thamë 2 orë prapë, që këtë nëjtë. Mo, me rëmë në ndë. A shajtë të shihëm, edhe mo nuk jem pa me to. Se e rrafën. E këtyen për 2 javë, këtyen e shtin më rëmë në. Pa ca tem, i du 2-3 fjallë prej teje më mitonë për Adem Demacin. Qka unë me tonë, dhe qka për Adem Demacin, jam për shamë njërish, që se e për më gjohë të Adem Demacin personalisht. Po me dhe i prate Adem Demacin, për shamë më shprenu e prej qytaria. A me më thonë të mua të ashtë. Puna Adem Demacin, të sanë, dhe printaria tina ajo dhijet. Printaria Adem Demacin dhijet, të dhut, ajo konë dhe printari për qasën të më pare qytarë. Edhe ka vojt dënimin për shamë pa e dhima. Ibrahim Rugova, 2 fjallë për të. Ibrahim Rugova u konë për shamë njëri i cili për shamë të shqiptarëve ma duhet me shku edhe 100-200 jetë edhe nuk linë ma Rugova. Nuk linë ma Ibrahim. Ja, njëri që e ka bo tratimin e shtetit edhe e ka bo shtetin është Ibrahim Rugova. Si jam në. Dhe ku më liftuhe. Ama, a që luftuhe, ku më luftuhe, po Ibrahim Rugova ma ka trasu rrugën, o, zëtëni. Jo, duke dikush me luftuhe, për me hinë në trasin të rrugë shtetit që e ka formuar Ibrahim Rugova. Që është, për unë me ndëjmë shlo. Adem Jashari, së bashku me familjen e ti Jashari. Tash më ndim Adem Jasharin se ku në gjohë. E them, ku mënije, për veprimtarinë e Adem Jasharit për shamull, kanë thue njerëzit që jenë në shkrime me tonë, kanë thue njerëzit që jenë tonë bashkë me tonë. Tash puna e familjes Jasharit. Une është personalisht unë me ndëjë. Adem Jashari nuk ka dosh me ilon familjen me adhënues sëmë. Se une komunije, për shamull, njerëz drenisës, që kanë thonë me kanë lukë. Që të thmine, heqje, sene, 2 dita, 3 dita, po nuk Adem Jashari i ka mendu me qash halë, qash mirë, që një halëqit minë, më një shtinë dorë shkijet, ma mirë pe i vratë, ashtë që është shumë zarë, nuk të letë heqë kjo, për shamull, ma mirë, po vritëm tonë, se me duhe shkijet me gra, me nane, me femna të më. Edhe ati në të adi që unë kaqë, diqka. Pa ca e tem, du më të vetë edhe për një figur tretash, po është aktuale, po jo në kuptim politik, po historik pak. Mendimi jëtë 2 fjallami për Alvin Kurtin. Alvin Kurti, edhe këto se nja, unë nuk e nja, shkum pas takime, neja, ma hershme për qamën, të kur ka nejtë njëzit me përbulje, me tonë e sanë, pavodine e sanë. Alvin Kurti për muë, personalisht, është një figur e cila e qënë venin për para. Edhe dënë një shiru për të vënd, për qamën bishtë në bishtë. E sanë. Nuk është i korruptukum, është njëri si matë. Në tashë, për tonë që matë i shku nejtë, në nuk dita, dhe që si matë vedime, dhe si matë shkryme, dhe që krisha për shamë dhe në njerës e botë, njerës matë më e globit,
flasin për shembull me thonë superlative. Ata në gjupin ma mirë se që jenë gjone. E tash ma që ata që i di për shembull kush janë njerëz të rangëve të madh, edhe i afrojnë për shembull Albin Kurtit Senet për shembull si i bën kë, i afrojnë ashtu çush i bën. Tek spori, kanë thonë na prishim me Amerikë, na prishim me këto, Albin Kurti s'u e prish me Amerikë kam. Të Amerikanë, ata që dojnë me prish, një shtet që dojnë me prish me Amerikë, e them, a i ka mundësi te ati të të heqe, edhe t'jek a i. T'jek, t'len, a i të let vetën e për të të kujtë. E them, kë, unë jam i bindun, adem, që kë marrëveshje me Amerikanë i ka bo këtë të teme. Nuk i ka bo kryen veti, dhe s'ke shpujtë i bo kryen veti. Mas pari për shembull, unë e konsideroj njëri shumë madh, Veriu në Mitrovicë e bashkaj. Po s'ke kë, Veriu në Mitrovicë së bashkaj ke po. Hashim tha që i mërë policinë dhe shkoj hini në Veri, edhe ju vra njëri, edhe u këthyje, edhe u bo mokë në gjanë. Herë puna për shembull që shërë, hini kë u vra njëri. U vra polici, në Veri. Po nuk shkojt dam. Nuk në shkojt dam. Se e shkatoj, që të ishtë dam. E them, tash, unë në thamë që kë ka liftu me kush. Kë e ka vëdheq, unë ashtu besoj. E kë e kon kriministën. Kë i ka punë shumë sene në Veri. I kthej njerëz kë i vanë në shpia. Këta, 20 vjetë burë, kanë botë tregtia dhe pazare me ta. Tash pa dalin senet, që ti shkon Facebook. Po që më konë këta për shama. Kom luftuar me graditurat e huja. Po unë kom luftuar dhe luftoj për shembull se e kam borç me aktye gjakun kësaj trope. O gjë tjetër. Veç ja kam borç me aktye gjakun kësaj trope. Po jo pas na luftuar unë për shembull, që unë 40 vjet lufti kam. Prej 68. Asnjë herë nuk jam nën, asnjë herë për shembull nuk jam mbrap. Tana herë aty kum pas për shembull ball për ball me shkije. E them, e tash, unë në thonë, ja, unë i kumë bo qëto, po ta marrë, qëtë pia, qëto, të më ndërtoj një shpi maramente, qëto janë për shembull që unë në ndoj që nga kanë shatë. O ta e tem, një jetë ja ke kushtu Kosovës dhe Shqiptarisë, me familje, e me fmi, e me kushëri, e krejt vendi, e ku ka a jetë të lapit e po djevës që qësaj Kosovë e Shqiptarisë ja keni kushtu përgjësi. A je i knaqën me të arritur atë dhe ku ndodhet sot Kosova. Kosova sot është një shtet i pavarur, është i njoftër në botë, e ka një par funksionaliteti pak dëbrisht, pak të kadalshëm, por me gjithate jemi çlirue dhe po ecim përpara. A është Kosova sot, që ajo për cilën ti ke luftu e ja ke kushtu një jetë? Pjesërisht. Është pjesërisht. Ja. Ja, nuk është. Pjesërisht, po. Mujë me thonë. Se, më të thonë që Kosova është ajo që e përmendu unë e nga bëj. Dhe mas pori unë në komendu që një vjeri për shembull, mundet me bu gjithë shka në Kosovë, mundet me marrë toka gjithkun, mundet me marrë miliona, e tjetëri për shembull nuk se pas dhëtë me hongër. Unë e Kosovën e komendue mas lufte që do dalëm një referendum me popull bashkë. Edhe do të bisedojnë për shembull tash çfarë qëllimi për i qesëm. Çfarë qëllimi për i qesëm Kosovë? Jo, për shembull, të njerëz për shembull, me borë mujë. E them, për thonë që pjesërisht, jo, që shtu, nuk e shumë dëshirua dhe se dëshira e fatë. Baca e tem, Zotit adha shnetën e të arruj familjen e ti në rënëfsh edhe 100 vjetë tjera e falenderit krejt nëmën të shikuze, mas pari për krejt që ke bo, ti edhe familja jote për Kosovën edhe ty personalisht. Zotit rujt. Falenderit edhe për juve edhe keni respekt në familjen tonë. Ju falenderoj shumë që keni dhjetë kohë. E një ardhë sëtë. Une e kom dëshirue qysh mati, e kom dëshirue
Mi e dhonë këta që je thash sot, se që ta jetë për jetë e mërë. Nuk kundosh edhe se dëshiroj, se kësha dëshirua, se edhe Zotin pandemua, me shkue pa i qitë do teme që gjeneratët të ardhme, me i po, me këqyri, kush, qka, dhe i kupë, dhe i ty. E tanë, falenderit shumë. Falenderit, Zoti trujt. Falenderit shumë. Falenderit shumë, Zoti trujt. Ju luet, inshallah gjithë herë shmashë. Jemi, Shumë falenderit. inshallah takohëm për mire për gëzime. Falenderit. Never hurt a man, always watched our dear home. Conquerors came on and on, never leaving us alone. Shikus nderuar, duke i përfunduar së përcjelluri këto dy emisione, pjesën e parë dhe dytë, sa do pak mendoj dhe vlerësoj se kemi arritur ta kuptojmë dhe ta njohim më afër historinë e një njeriu përmes të cilit është pa e thejakja edhe popullit tonë. Okej, kryesisht ngjarjet që janë shpjeguar janë të regionit të Podjevës, por Podjeva me historinë e saj e ka një vend meritor në përgjithësi në botën shqiptare në veçanti në Kosovë. Njerëzit që e temi dhe të ngjajshmit duhet të njihen, duhet të respektohen dhe duhet të nderohen dhe për më tepër duhet që t'ju afrohen gjeneratave të reja. Gjeneratat të reja duhet t'i njohin këta njerëz dhe këtë histori e cila nuk guxon të lihet në harres. Falenderit baca e tem e Zoti ta dhash shnetën dhe paq jetë të gjatë me familjen tënde të mrekullueshme. Shkus nderuar, me kaq po e përmbyllim edhe këtë emision në dy pjesë me bacën hetem ajetin. Duke i rikujtuar se emisionet i kemi në KTV dhe në platformën Arta si dhe në kanalin YouTube Fakte me Adnan Merovcit. Falenderim Ujë Rrugove, falenderim Vipa Chips, falenderit Fibula dhe dy mizve të mi që asnjëherë nuk ma kthyen shpinën por qëndruan në përkrahje të realizimit të këtij emisioni. Dhe ata janë nga kompania Medika, Ardi dhe miku jam specifik që asesi nuk cenohet me shok tjerë dhe është i veçantë dhe ajo është Dani. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika.